Kuvendi themelues në maj e më pas edhe Kongresi. Kjo është trajektoria e parashikuar sipas së cilës koalicioni aktual i përbën nga Lëvizja Besa, Lidhja Demokratike, Alternativa dhe ASH të shkrihen në një parti të vetme Vlen. Ditë më parë, liderët e partive u ulën në një tavolinë të përbashkët për t'i harmonizuar qëndrimet rreth mënyrës së funksionimit të Vlenit si një subjekt i vetëm politik. Takimi ishte i mbyllur dhe ende nuk janë publikuar detaje. Kryetari i Lëvizjes Besa, Bilal Kasami, nuk deshi të prononcohej për këtë temë, duke preferuar se dita e ekologjisë të shënohet në mënyrë dinjitoze në komunën e Tetovës. Ndërkohë, zëdhënësi i koalicionit Vlen, Albi Qamili, për televizionin Koha, tha se në takimin e fundit, liderët janë dakorduar për krijimin e një grupi të punës i cili do të punojë në paraprimin e platformave të subjekteve politike dhe strukturimin e subjektit të ri politik të unifikuar. Ajo që është më rëndësi është se të gjithë partitë tashmë i kanë tejkaluar dallimet dhe kanë marrë vendime nëpër organet e tyre partijake, ashtu siç për pari herë bëri Lëvizja Besa, ku i shujti organet e saja për qëllim unifikimin e Vlenit. Pas vendimit fundit edhe të Alternativës, tashmë janë pjekur gjitha kushtet që të bisedojmë për diçka konkrete se si Vlenit bëhet një subjekt i vetëm. Është e vërtetë se liderët e partive brenda koalicionit Vlen kanë patur një takim para disa ditëve dhe në atë takim është vendosur dhe është dakorduar që të formohet një grup i punës, grupi i cili do të merret me harmonizimin e programit, harmonizimin e strategjisë politike, strukturimin e partisë politike Vlen, unifikimin apo integrimin e gjitha strukturave të partive aktuale brenda Vlenit drejt subjektit të ri Vlen dhe është caktuar parimisht se brenda muajit maj do të kemi edhe një lloj kuvendi themelues ku zyrtarisht do të kemi edhe partinë e re politike Vlen. Por si u zhvillua kronologjia? Pas prekazit në konakun e Bacit Rifat në Prishtinë te kryeministri Albin Kurti, Vleni 1. Ishte një postim në rrjetet sociale që u shpërndan në të njëjtën kohë nga liderët e partive që përbëjnë koalicionin Vlen. Postimi daton nga aktivitetet e shënimit të epopesë së UÇK-s në Kosovë. Por mesazhet e koduara në rrjetet sociale nuk u ndalen me kaq. Në ditën e dytë të festës së Fitër Bajramit, një nga eksponentët kryesor të koalicionit Vlen, Izet Mexhiti, shkroi në Facebook mesazhe uniteti me kryefjalën "Vlen është bashkimi që nuk ndalet". Nuk ka më hapësirë për interesa të ngushta, për pazare në kurisë të qytetarëve apo për politikë që na mban të ndarë, nga sot zëri shqiptar do të jetë një, i fortë, i qartë dhe i pandalshëm. Ky është momenti ynë, ose bashk ose të humbur, sepse kur shqiptarët bashkohen, askush nuk mund t'i ndalë, shkroi mes tjerash Izet Mexhiti. Pas takimit të fundit të liderëve të koalicionit, thuhet se është gjithnjë e më e sigurt që Partia e Re do të drejtohet nga 2 bashkëkryetar, do të ketë 2 nënkryetar dhe një sekretar të përgjithshëm, duke reflektuar në mënyrë të drejtë përfaqësimin e partnerëve në udhëheqjen e ardhshme partijake. Si bashkëkryetar përmenden Izet Mexhiti nga Lëvizja Demokratike dhe Bilal Kasami nga Besa, për sekretar të përgjithshëm Bekim Sali nga Alternativa, ndërsa për pozitat e nënkretarëve deputetja Mimoza Musa nga fraksioni ASH-s dhe deputeti nga vetëvendosje Bekim Qoku. Shkrirja e koalicionit në një parti të vetme pritet të përkojë me periudhën kur është paralajmëruar një rikonstruim i mundshëm i qeverisë. Ndryshimet brenda Vlenit dhe disa mosmarrëveshje publike të shfaqura kohët e fundit pritet të kenë ndikim edhe në riformatimin e përbërjes qeveritare.